Po patjetër më përderisa unë bëra aktin tim burror në kohën kur Berisha ishte në ditën e vet më të keqe, unë prisja domethënë të paktën një reagim nga ana e doktor Berishës që se ne kemi pas marrëdhënie shumë të mirë. Unë u takoja edhe sa herë kam hyrë në zyrt atij, kam hyrë vetëm për punët e degës, për punët e mbarvajtjen e degës. Nuk kam hyrë kurrë në zyrën e tij për të kërkuar diçka personale. Ne kur e nisëm foltoren e 2021-shit, nuk mendohej kurrë, e kisha pa edhe ma kanë artikulu doktor Berisha personalisht që e ke bërë diçka, domethënë ke bërë diçka që ti zakonisht në politikë njerëzit nisen nga interesat. Ai ishte një moment që s'kishte interesa në mes. Unë e bëra domethënë sepse ashtu e ndjeva, sepse ashtu mendova që duhej bër një lëvizje e tillë për ta bërë në fundit Partinë Demokratike të fortë, siç ka qenë dikur, dhe bëhemi forcë konkurruese për të fituar zgjedhjet. Se gjithë bim dakord ne që Edi Rama e ka mbush kupën dhe duhet të iki, po puna është që s'po e bëjmë dot. S'po e largojmë dot Edi Ramën.